Divizioni kriminal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftoi zyrtarisht në një postim për vizitën e krerëve të SPAK në SBA, Klodian Braus, Vladimir Marës dhe Dorina Bekos, si edhe hetues të kësaj prokurorie speciale. Qëllimi sipas njoftimit është forcimi i partneritetit në luftën kritike kundër krimit organizuar dhe korrupsionit transnacional. Takimet u zhvilluan në Departamentin e Drejtësisë, ICTEP, FBI dhe DEA, duke se ky takim në sytë e publikut shqiptar i jep shpresë për mbështetjen amerikane ndaj drejtësisë shqiptare dhe aq më tepër ndaj SPAK, i autorizuar ligjërisht për goditur grupet kriminale dhe korrupsionin në nivele të larta. Megjithatë, mbeten disa pikë pyetje të mëdha. Nëse SBA është vërtet e interesuar për të goditur problemet e brendshme të Shqipërisë, apo vetëm ato që shqetësojnë veprimtarinë e Amerikës dhe të qytetarëve të saj. Njëra palë e diskutimit publik dhe mediatik mbështet fort idenë që amerikanët janë financuesit e ngritjes së SPAK dhe që sigurisht kërkojnë që ky institucion të çojë deri në fund qëllimin përse u ngrit, goditjen e krimit organizuar dhe korrupsionit brenda Shqipërisë, ashtu siç ka dëshmuar deri tani, me goditjen e shumë zyrtarëve të lartë dhe shkatërrimin e disa prej grupeve më të frikshme kriminale që kishin ndërtuar perandoritë e tyre të krimit në vend, goditje të cilat do të vinin pas zbërthimit të aplikacionit SkyCC. E ndërsa pala tjetër e diskutimit publik është më skeptike, që SPAK-ut, amerikanët po i kërkojnë goditjen e grupeve kriminale transnacionale dhe po ashtu edhe të korrupsionit transnacional, ashtu siç e thekson edhe njoftimi për vizitën e krerëve të SPAK në SBA. Por si qëndron e vërteta? Në çfarë niveli hetimesh është SPAK? A kanë marrë krerët e këtij institucioni garancinë Amerikë për të goditur nivelet më të larta të krimit dhe të korrupsionit në vendin tonë? A janë pajisur ata me informacione për ndonjë dosje specifike që shqetëson momentalisht politikën dhe krimin shqiptar? Sonte në sken krimi, zbërthejmë se çfarë u fol në Amerikë dhe cilat janë porositë amerikane për prokurorinë tonë speciale. A do të vazhdojë e njëjta mbështetje? Po çfarë mund të kenë shkruar atje? Ku bën shumë ditë që po qëndrojnë faktikisht. Pyetja është për çfarë s'kan shkruar. Ta bëjmë kështu. Janë një Për çfarë nuk kanë shkruar? U shoh që herë pas here ndoshta struktura e posaçme dhe agjencitë e zbatimit të ligjit, ata që kanë seriozisht se nuk mund të them se kanë të gjitha, kur shkojnë në Amerikë si është si transfuzion gjaku apo si një vaksinë imuniteti për kurajen, për vendimarrjen, për guximin, ndoshta edhe për mos zvarritjen e disa gjërave që në kohën juridike përbëjnë jo shëndet të mirë për disa hetime që ata kanë nëpërduar. Këto herë një treshja vizitore në Washington, domethënë tek TEA, tek CIA, tek FBI-a, dash kudo, Departamenti i Drejtësisë, pra në ato vende ku diskutohet për çështje të rëndësishme, bën përshtypje njoftimi që përcjellën atë themi amerikanët për vizitën e prokurorëve tanë, kur theksoi për luftë ndaj karteleve të drogës, krimit organizuar dhe korrupsionit. Pra pash në tokfjalshin përmbledhës të atij njoftimi, përveç karteleve që ka 30 deklarata të ambasadës amerikane në Tiranë që kartelet janë kryefjalë. Po janë kryefjalë krim organizuar dhe pastrim parash. Administratës Trump. Në 3 fjalë njoftimet e fundit është përfshirë dhe siguria dhe garancia e bizneseve amerikane. Këtë herë kishte futur edhe korrupsionin, sepse të dhënat janë krejt sheshit livadhet, si i themi, që paraja e korrupsionit dhe paraja e drogës, këtu nuk janë më veç e veç. Janë të bashkuar, lajnë dhe pastrojnë njëra tjetrën dhe investohen bashkërisht. Ndaj dhe tek fjalia e kartelet ndërkombëtare vjen dhe bën përshtypje fakte sepse ndofton Shqipërinë për të luftuar kartelet ndërkombëtare. Pse? Aq të fuqishëm jemi ne që duhet të luftojmë kartelet ndërkombëtare? Unë gjej përgjigjen tek të dhënat ku kartelet e drogës së Shqipërisë janë shndruar në një fuqi narkotike dhe në shumë vende, sidomos në Amerikën Latine apo në Evropë me shpërndarje dhe me eksportin, le të themi, të kokainës dhe drogave, dhe duke qenë se ka një rritje ekspansion të kësaj natyre, ku përmendjem dhe deklaratat e antimafisë italiane, sidomos Gratteri, një nga prokurori antimafisë së Napolit aktualisht, pra një folës i shpesht referuar dosive, kur thotë që mafia shqiptare pra po afrohet në vendin e dytë duke ndenjur pas ndranghetës. Kështu du ta shpjegosh me fjalë, thotë ç'është ndrangheta, një grup atje. Qarkullojnë 67 miliardë euro në vit ata. Është gati 10 herë sa buxheti i Shqipërisë. Janë përbindshë të krimit dhe në këtë rast kur shohim nga Amerika Latine, që un jam i bindur dhe do ta përsëris që Amerika Latine, pra Ekuadori, Kolumbia, Venezuela, Meksika, dhe këta kanë grup parlamentar në Parlamentin e Shqipërisë. Pra prodhimet e financimit të tyre kanë prodhuar parlament nga ky grup. Ndaj them që edhe alarmi amerikan tashmë nuk po vjen thjesht si njoftim, por po vjen edhe si dosje. Pak nga pse të le të themi shkëputur miq që kanë shumë informacione nga këto takime,
se nuk mund të themi pa mbritur ata dhe pa folur. Jo, s'na kanë ardhur akoma. Është shpejt dhe nxitojmë. Sinaloa ka qenë një nga çështjet e debatuara, diskutuara. Kujtojmë dhe 2-3 ditë më herët sekretari Rubio theksoi që janë 70% individ familjarë, afërmërisht lidhur me biznese dhe të rrethit të kartelit Sinaloas. Të kartelit, ku ne kemi një familje të sankcionuar ortake e këtij karteli, pra familja Ysa, dhe kreu i kësaj familje, ashtu siç e kemi parë dhe publikisht tashmë e ka pranuar dhe kryeministri, ka qenë në takimet për leje, kazinosh, biznesesh, dhe këtu është një urlidhse të cilën ata e kanë investiguar edhe me investimet, me pastrim njëron tjetër dhe çmoj se duhet të jetë një nga pikat e nxehta të këtyre diskutimeve përveç shumë të tjera të dosjeve që i përmendën ndoshta edhe gjatë rrugës, por është e vështirë të ndalosh se sa i gjatë është numri dhe sa i pakët është nxitimi për të shkuar pikërisht në krye. Nuk duhet lodhen shumë mendojnë prokurorët së fakut. Nuk kam se shkojnë në përcepa, në përqoshë, si kanë pa tani, kanë filluar edhe me këta të shumë bëjnë shumë mirë, me shumë vonesë, që shesin drogë në përshkolla, së është një alarm të mërshëm, por shko vlla në krye aty të kreu kartelet dhe marrë pushkën shpejt, kurse ko dhe vujtje shqiptarë. Faleminderit Çolla, kur i them sërish. Siç e dëgjova edhe në një sert, në ardhmë kisha bërë një ndarje të mendimit që ndahet për një, le të themi, për një spak i cili mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që sigurisht garanton dhe opinioni publik qytetar shqiptar për goditjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, por sigurisht edhe anën skeptike të diskutimit publik dhe mediatik që çfarë do që të ndodhi, domethënë edhe pse mund të shkojnë në SBA, çuditëra nuk mund të presim. Pozicionohesh, do ripozicionohesh në këtë histori, në këtë mendim, si do ta shikoje këtë vizitë? Tani, me thënë drejtën, kur shkojnë 5-6 ditë, edhe për pushime nuk shkohet 5-6 ditë në Amerikë. Pra, ka kosto. Janë shumë. Kështu që fakti domethënë që kanë qëndruar për ditë. Dhe janë 3 drejtuesit. Dhe janë 3 drejtuesit kryesor të SPAK-ut. Kjo të bën të besosh, nuk po them të hamendsosh, sepse hamendësimi mund ta bëjë gjithkush, neve kemi në vendor, që diçka po vlon. Pastaj, a është interesi amerikan ajo që thoshte, po thotë Basili pak më parë, që përmblidhet kryesisht tek kriminaliteti, sepse aty është interesi më i madh i atyre. Në ndërkohë, Shqipëria ka tjetër hall, ka tjetër probleme, është ajo ideja ku më ha mua, ku më kruan ti. Unë jam gjithmonë idesë dhe kësaj këtu nuk ndryshoj pastaj, sepse Shqipëria ka problem korrupsionin, jo kriminalitetin. Kriminaliteti në vetvete ka qenë dhe në kohën e Enverit bëshin vjedhje, ka pas krim ordiner, edhe vrasje pafund, që atëherë nuk i ptin në miza, si me thënë, edhe do ketë, sepse sa të ketë botë do ketë krim, por korrupsioni është ajo që prek edhe dhe shqiptarin më të vogël, më mikroskopik nga xhepi e kam fjalën, sepse s'ka shqiptar më të vogël. Teorikisht kemi lindur nga fryma e Zotit dhe tillë do jemi, por dhe unë i qëndroj idesë, domethënë që do duhet që ndoshta amerikanët, europianët të na mbështesin më shumë kur vjen puna tek antikorrupsioni se sa tek krimi organizuar. Ktheherë siç e tha edhe Basili ishte përfshirë për herë të parë ndoshta. Po pra, prandaj po dua domethënë që t'i jap theks kësaj. Pse? Sepse këtu krimi nuk ndodh pa u veshur me politikë. Po pra, dhe lidhjen politike janë thelbësore, të domosdoshme. Dhe nëse ti nuk e lidh krimin me politikën, pra politika nuk e mbarshton krimin, krimi gjithmonë do dobësohet, pra do të kurret, nuk do ta zgjerojë veprimtarinë e vet. Pra nuk do nga një krim ordiner të kthehet në krim biznesi. Se kriminalët pas 2013 këtu në Shqipëri, ta konsideruar kriminal, u bën biznesmen. Po biznesmen nuk u bën se i bëm ne. I bëri politika, i tha, ore tha, ti lek se ke, tha, pse si fut ke nga ndërtimi, burr? Pse si fut këti nga pasuritë e paluajtshme? Pra e lejoi politika ta bëjë një gjë të tillë. Dhe ky është korrupsioni real, de facto, dhe de jure në këtë vend. Prandaj unë gjithmonë yshtem në ideja domosdoshmë që unë më kollaj do amnistoja një kriminal me dëmb se sa një politikan i cili ka futur duart në xhepat e mi. Sepse ky më ka bërë më shumë dëm se sa gjithkusht tjetër. Rasti konkret për të kthyer këtu, fakti domethënë që krahas Klodian Braus dhe Vladimir Marsi, drejtuesi i krimit të organizuar që merr, është dhe Dorina Bejko, e cila merret me drejtorinë e korrupsionit. Kjo është një start i mirë. Nisur kjo,
edhe nga fakti që në 3 muajt e fundit ne kemi pasur dhe vazhdojmë akoma të kemi historinë e madhe të zonjës Balluku. Numri 2 të qeverisë, numri 1 de facto thonë socialistët. Kryeministri de facto thonë socialistët. Pra, nga brenda po. Pra, ne edhe duhet ta shikojmë të mirën ashtu si kundër është, të keqen ashtu si kundër është. Dhe në rastin konkret unë uroj shumë sepse nuk di, domethënë se janë në kokën atyre 3 personazhe që kanë shkuar të spakut në Amerikë, uroj shumë domethënë që le të themi këshilla ose urdhri, dhe thash këshilla e thash me ledhatit gjë, sepse amerikanët nuk japin këshilla, japin vetëm urdhër. Dhe urdhër në mënyrë më urdhëruese të mundshme, të jetë hapi tjetër në raport me politikanët e korruptuar. Është aq skandaloze gjendja në Shqipëri, sa që duket domethënë që ne që flasim, që kemi mundësi të flasim nëpër media, na është bërë domethënë gati rutinë, sikur është diçka që e konsumojmë çdo ditë. Është aq skandaloze, ansa që unë besoj që nuk ka ofiqar, jo ata të rangut të ulët, që mos u bie gjithë, por nuk ka ofiqar në rang drejtuesi që nuk ngrihet në mëngjes dhe të thotë çfarë do vjet sot. Nuk ekziston. Është aq alarmuese fakti që ta kam thënë përpara një 2-3 puntatësh të tjera. Nga 61 bashki që ka Shqipëria, 40 sot janë 40 janë me vepër penale të konsumuar, të deklaruar nga spaku. Që është e provuar. Kjo është korrupsion. Që është e provuar 40. Po të tjerat 21? Prit. 15 prej tyre janë në hetim. Pra nuk është konsumuar, domethënë nuk është deklaruar vepra penale, dhe nga 4-5, nga këta 4-5 me gjasa janë këta të opozitës që si kalon njëri me 10 gjona ata. Pra je këtu në këtë standard je. Dhe poshtërsia më e madhe është domethënë se këtu të gjithë presin e i mbajnë syt nga spaku. Ore, nuk është spaku që vendos drejtsinë edhe lufton krimin. Krimi luftohet nga qeverisja. Dhe si luftohet nga qeverisja? Shumë thjeshtë të bukur. Ti ke të gjithë organizmin shtetëror, dje, sot dhe nesër, i cili është në kundërshti me njëri tjetrin. Çfarë do të thotë? Ke KLSH, ke audit, ke për pastrimin e parave. Tani pyetja që unë ngre është, ore, gjithë kjo armat njerëzish që paguhen nga shteti shqiptar, që paguhen nga taksat tona. Ç'bëjnë këta? Çfarë bëjnë këta valla? Sepse këto ose duhen shkrijin, të shkrihen më, se për çfarë po i mbajmë, ose ndryshe të na japin një rast konkret, një tek ku këto struktura kanë çuar një kolegu në tyre, po quaj unë, se kështu është, se auditet kur jam brenda kolegu i tyre e kanë çuar në prokurori më. Dhe ta mbyll këtu për ta bërë më të bukur. Këtu bëhet deklarimi i pasurisë çdo vit për zyrtarët e lartë dhe të mesëm, që kanë detyrim për ta. Si është e mundur që ile DKP-ja nuk njoh një rast konkret që të thotë për zyrtarin e lartë Basir Çollaku apo Leonard Karaj, i është shtuar pasuria si vjet me X lek dhe do duhet na referojnë neve se ku ka justifikuar këtë. Të ma tregoj vetëm një rast. Dhe këtu e mbyll, kujtoj një batutë, më duket se e kam thënë këtu, të një kolegu tim shumë gusht, ishte drejtor në kohën e Berishës, edhe qëllova në një moment caktuar në zyrën e tij në 2007-2008 dhe e merr këta të LDKP-s se ku kishte bërë deklarimin e pasurisë, kishte thënë çfarë pritshmërisë ke ishte pyetja aty, edhe ky kishte shkruar $1 milion. E kishte cinizëm total. Edhe kishte marrë. E kishte marrë, tha, të lutem, tha, se s'du t'ja përmend emrin, ta keni shkruar $1 milion, ta. Burimin e ëndrrës. Po më zoj, ta kam ndërmend, ta ti marr ato $1 milion. Pra, e kupton, ky është sensi. Ai atëherë që kishte ndërmend, këta i kanë bërë fakt. Këta pas kanë lexuar deklarimin e tij dhe kanë. Tani pyetja është, ora si është e mundur që nuk asnjëri prej këtyre nuk shkon më. Çfarë punë bëjnë më? Çfarë punë bëjnë? Se nuk mund të presësh çdo gjë nga spaku, më zotëri. E qartë. Çollaku ka diçka ndjes. Për shembull, Greqia votoi heqjen e imunitetit 13 deputetëve, pra ishte prokuror evropian në bashkëpunim me prokurorin e vendit të përkatës për fondet e IPARD-it. Abuzime, janë edhe 2 ministra, një zëvendësministër në ndjekje penale. Po ata shkuan dhe hoqën imunitetin 13 deputetëve. 13 deputetëve. 13. I kanë kokor shpinë së imuniteteve. Me vullnet majorancës, ëh? Vetë qeverisë domethënë aty. Kryeministri në detyrë, këta tha duhet shkojnë atje të përballën me drejtsinë. Këto është binë në huri Rama në takim me Mitsotakissin është, kështu që ndoshta mund të po i kishte pëlqyer që Rama kishte shkuar kështu me Benavrek, na pëlqen kështu si vishës ti, interesant.
Kështu thamë se thajës në takim. Tani, le pun brekën, pun atletësh, kjo ka menën me Tirçë akoma, nuk ka menën ke Shqipëria. Ka ndonjë Por dosje ky ka shkuar shqiptarët 4 muaj, 6 muaj, 8 muaj nuk e lëshon për që jamë të balluan. Ata kanë për të marrë me gjithë ballull, i marrin edhe këtij atletët edhe gjithë gjëra tjera. Po finë të raste konkrete që janë shumë interesante si ndërthuret paraja publike me paranë e drogës. Ka qenë një grup i goditur kohës e fundit, pra janë edhe partnerët në mes, sigurisht ishte grup Pepa. Po. 7.000 Pepa, grup 10.000 Pepa. 7.2 ton kokainë të trafikuar. Të deklaruar, se pa deklaruar imagjinohet se ato çfarë kapur në Sky CC, çfarë shkapur aty, çfarë nuk është kapur? 10% kapen. Sipas gjithë ekspertëve vendas e thuaj 70 llogaritësh. Mirë ç'është bëu ky kreshniku i Albinës. Ky kishte marrë 69 milionë euro tendra. Pepa, 10.000 Pepa? Kompanitë që kishte ai. 69 milionë euro tendra. Ta tendrat nuk besoj se vijnë nga Maqedonia. Janë para publike. Drog, tendra. Kalojmë, ka qenë në Qopjat, 24 ton kokainë. Ta e kishim me ton, nuk e kishim me kilogram. Jo dhe ky me ton, 7.2 ton. Po të ishin tonelada më shumë, thotë. Këta janë shefat. Për të cilin një pandehur në Britani, që është në fazë hetimi, si janë ndronditur edhe ata, thotë që këta vriqen për kryeministrin dhe ministrin e brendshëm edhe për llogaritë prokurorëve gjyqtarëve. Po e pashtë, po, e ka deklaruar. Irfan Azizi, pra një pandehur atje, ky është i çmendruar tjetër, ai thotë kanë prova. Mirë do është i këtë të sjellin, po inshallah se kanë pushim s'paku atë ditë. Vim tu është një tjetër biznesmen i arrestuar për trafik droge që në Bujar Shega, Peqinit. Miliona euro tendra publik. Ke Ergysa Gazi me doqin të akshi prap para publike. Këta duken të lollo fare krahasuar. Jo, se s'ka dalë nga llogaria. Ke plum gjokën prap. I akuzuar për vrasje trafik droge në punë publike. Pra ne po të shoh që janë investitor strategjik shpallur nga qeveria ata, të dy të fundit. Pra kjo ndërthurje para si shtab me drejtënari e korrupsionit. Bashkohen atje në Kazan me paratë e drogës dhe kur përzihen, do lahen dy palet, edhe i korrupsionit edhe i drogës. Jo, ajo sikur mos e kishte bërë politika këtë gjë. Dhe këtu, kjo është këtu është dhe kjo nuk ndodh në asnjë vend të universit të planetit pa bekimin, ndihmën dhe firmën e politikanëve. Pa përfshirjen e tyre. Në gjykimin tim dhe mbindi është e pamundur. Unë po them që prezident kryesorin të mazhorancës dhe qeverisës dhe të pushtetit sepse ata kanë mundësi për të marrë vendime. Ju s'u mungon dëshira këtyre të tjerë për ta bërë këtë gjë, po se kanë firma ndonjë. Ka 10 si ecën firma mo, nuk ecën. Aty mund të eci heshtja. Se edhe këtu është problem. Amerikanët janë të prodhoi flori heshtja thot populli. Por këto raste tani amerikanët kanë me detaje sepse ata kanë marrë para një viti e gjysmë në nëntor të 2020. Mirë të dosje këta? Kush? Amerikanët, i njohin mirë dosjet tona, ka lënë porosi. Ata na kanë mësuar ne se ç'kan dosjet, na kanë treguar edhe ne. Jo njohin mirë, por ne i njohim mos e tregojnë gjithë ata se ç'ka brenda. Se harrojmë nga herë ne këtej. Bëjmë si se kemi lexuar, këtë s'kemi pas kohë për të tjetrën dhe ajo java e turizmit ligjor atje. Pushimet. I kanë çuar veshët, kanë zgjatë çik veshët nga dëgjueshmëria, jo tërheqja. Besoj unë dhe këta janë njerëz që partneritetin e njohin mirë, se edhe dosja e ballugut, mos kishin ardhur Fleming me shok në fillim të vitit, ai do ishte prap duke pse thua Amerikanët do rrynë aty? Kuptimin e ndikimit për të tuar më thellë. Amerikanët nuk kujtuan si duhet bërë puna. Unë nuk besoj se ata ndryrën që prodhoni prova, prodhoni fakte sepse ata ishin. Vet prokurorët na kanë thonë që i kemi me autobuza provat. Po mirë me autobuza provat edhe kjo tjetër breth me taksinë për Shqipëri. Se edhe kjo nuk shkon. I kanë dhënë shumë kohë. Ne nuk duhet unë jam bie dakord me këtë tonalin që nuk duhet të presim gjithmonë aleatët. Sa nga herë ata për shkak të ngarkesës tyre hedhin në dy këpucë majta, dy këpucë djathta. Si ti kapin dorën aty njërit aty garsoniera që mbi qyr Shqipëri. Piku në oqean jemi ne, mos la bëjnë kërthizë botës. Kjo vëmendje ka të bëjë sepse ne kemi hyrë në këtë agjend, ka hyrë Shqipëria në agjend. Nuk e kanë përfshirë ato në agjendën e luftës ndaj krimit dhe korrupsionit. Kemi hyrë ne me zor se ky kryeminist nuk bëj gjë tjetër. Ai përmendet që u vran me Malije, në Tepelen. Do e fusim e kemi dhe pak diskutime. Po dhe atje për droga, se në Shqipëri, o të punon shtetë do merresh me drogë. Nuk se s'ka, dy fronte pune ka. Merr me drogë të bekenisi shteti, ose shteti t'je parcelën e drogës vetë. Dhe në këtë gjë, shoqëria shqiptare, pavarësisht mëkateve të opozitës, do them duhet bëhet e gjitha vetë, duhet bëhet opozitë. Edhe ndaj Partisë Demokratike, ndaj kujtdo që nuk është duke vënë këmbën për të shëndoshur interesat e shqiptarëve. Se kemi do na duhet shumë shpejt andi kanë frikë për një 10 vjet të mësojmë edhe afrikançe dhe kinesçe dhe japonezçe dhe indiançe, se do i kemi komshit gjithës, do kemi shqiptarë komshi. Për shkak të kësaj pune që po bëjmë sot. Jo për shkak të lëvizjes demografike siç e shet kryeintegruesi me brekushe sot në Athinë.
E qartë, Çollaku, ndonjë dosje tjetër specifike edhe ose ta bëj pyetje, a mundet amerikanët të nisin dosje dhe informacione konkrete? Se kanë shkuar pak edhe Charlie në ta këtë herë. Për? Shokun Charlie që kemi që nga sipas deklarimit zot Dumani ndjes nardi. Sipas deklarimit zot Dumani për renesanca në kuvend, që nga janari 2022 është regjistruar si procedim penal në strukturën e posaçme. Çështja me Gonigal, çfarë me Gonigal? Ka hyrë në vitin e 5. Aty është paditur, pra se ka bërë dhe opozita padi, shtesë 2 herë padi, Eli Rama, Tavlan Balla, Damian Gjiknuri, pastaj Neza, Duçka dhe të tjerit. Unë nuk kam para asnjërin të thirret publikisht pakta mund të kenë ndodhur natën, se nga herë ngarkesa e madhe mund të thrasësh edhe natën njerëz të tjerë, se këta kanë shumë punë. Nga poshtë tunelit. Po, ka biznesmen që shkojnë nga mbrapa. Ka. Se nuk duhet i kapin kamerat. Dhe nuk jemi parë të thirrën, do të njoftohej prokuroria, po i kemi thirrur për të dëshmuar për këtë punë. Pastaj policia penale vjen rrugës. Më duket pak si shumë 5 vite pa ftesë. Se nuk janë larg nga qendrat e treni. Unë uroj mbasi mos e vazhdo këtë sepse po futa në këtë historinë e proceduralitetit, pastaj na Jo, ti di më mirë son sepse i ke për ditë të përduar. Emisioni ke në përduar, ke profesion. Jo, është jo përditshmëria jote. Shkatërrimi më i madh që është bërë sistemi. Është masakër. Është masakër. Dhe këtu janë edhe përfituesit. Po sigurisht. Kjo është arsyeja që përdor. Kjo është arsyeja, mos e ngatro tani, sepse ti ke vendim gjykatës kushtetuese për teatrin, dhe unë nuk e di se çfarë hetohet për teatrin. Që është një e rëndësishme. Ore, sa aty kemi kryebashkiake, kemi kryeministër, kemi jetur njerëzish aty. Pasir, ti i ke ngarkuar, jo se si takojnë, sa të duash. Herion Veliaj 13 akuza, po për mendimin tim asnjëra prej tyre nuk është kaq e rëndësishme sa kundër teatri. Inceneratori, që janë vepra penale, 6-12 muaj thos Spaku, zyrtarisht. Shumë e vërtetë, kanë shmangur fokusin e hetimit ata. Kanë shkuar te fustanet. Po pra, nuk ka shku që ka poshtë buxhetit. Të dënoj për një gjë të vockël për të mbuluar të gjithë pjesën e madhe. Ajo është një amnisti, o zotëri i nderuar. Dhe tani këta, neve kemi për detyrë t'ia themi njerëzve më, sepse tani ka një problem shumë të madh Andi, se s'duhet të dalë nga tema. Është krijuar ideja këto 4-5 vite që Spaku është ai që do na çlirojë. Është e vërtetë. Okay. E pranojmë që është e vërtetë. Prit, shqiptarët duke qenë të ystur dhe domethënë nuk dhe mosbesues, po dhe thjesht domethënë njerëz të cilët duan me patjetër që të shikojnë pas hekurave zyrtar të korruptuar, të cilët i dinë, por nuk e bëjnë dot, atëherë që kanë çuar domethënë një lloj pritshmërie shumë të madhe ndaj Spakut. Unë po ua ul pritshmërinë, jo sot, jo dje, por sa të kenë qef ata. Nuk janë engjëj këta, nuk janë marsian, janë shqiptar si punë këtyre. Dhe këta kinse po them, në shumë raste kanë anashkaluar çdo lloj proceduraliteti, afate kohore më thënë thash, kanë anashkaluar edhe veten e tyre, kanë prishur hetimet. Tani të bëj një gjysmë oponence, këtu jo gjysmë oponence, po oponencë të plot. Prishmëria që ka qytetar shqiptar. 30 vite po them unë nga momenti i krijimit të Spakut, po ta marr 91, 2020, 2021, 29-30 vite. Si 30 vite. 29 nga 2019 që është krijuar Spaku. Po pra, po flas domethënë po të marr periudhën e tranzicionit, për mënyrën se si ne I kemi identifikuar politikanët e korruptuar. Po, okay. Nuk dua të dal fare tek gjyqjet popullore, përkundrazi. Por erdhi një moment për shqiptarët kur ju përmendni 61 bashki, 40 që janë provuar veprat penale, 15 në hetim, 4 jo. Tani Spaku e bëri këtë. Spaku I tha shqiptarëve që në këto nivele është korrupsioni në Shqipëri. Nëse më lër një moment, bashnim këtë. Tani mos ma adreso mua program. Unë e lë diskutimin të lirë, po më lër të bëj edhe një ndërhyrje që të bëj pak oponencë, mos ta lëm bisedën kështu si bisedë kafeneje. Të bëjmë një bisedë me mendim për qytetarët. Mbajshnim pjesën që tash për që identifikoj çfarë niveli është korrupsioni në Shqipëri dhe ju thash shqiptarëve atë që ne besonin nivelin e korrupsionit. Dhe tjetra, janë 20 prokuror me 60 hetues dhe agjent në Byron Kombëtar të Hetimit. Zyrtarisht Spak thotë që një çështje e rëndësishme shkon nga 6 muaj deri në 2 vite. Në shumë dosje është e kaluar 2 vite. Siç përmendi dhe Basiri kanë shkuar deri në 5 vite. Nuk di ta them këtë nart sot që është lënë për shkak të ndërhyrjeve të politikës për mos shkuar ndoshta në nivelet më të larta, nuk e di, deri tek kryeministri. Apo është lënë për shkak sepse realisht ka vështirësi, ka qetuas janë, Amerika kërkon të goditet krimi I organizuar dhe ndërkombëtar, domethënë çfarë do bëjnë këta? Bëj një pyetje shumë interesante.
Ka dy shprehje që më pëlqejnë shumë. Njëra është e Dan Brownit, te Diabolos, ku thot porohet kushiruan. Po s'pa kushiruan, po pyesën. Ka këshillin e lartë prokurorisë në kokë. Tjetra, cili këshilli i lartë prokurorisë? Një këshill i lartë prokurori është. Leja ta merren me lodra se më leja ta mos hyjmë atje se atje është lagje tjetër pastaj. Ata do kishin ikin shtëpi që sonte po t'u nxjerrin palare. Hajt po them njëri tjetrin. E dyta ka Irving Yalom tek një tjetër është një psikoanalist me sa vepër shumë interesante kur thotë operacioni përfundoi me sukses po pacienti vdiq. Tani është zotrinë këtu. Unë po të marr një çështje që e dim të gjithë, incineratorët. Ku është akuza për organizat kriminale të kjo? 430 milionë euro, 100 pandë euro. Ku shkojmë ne? Këtallë, a student, nardje di më studenti juridiku si ta pranojnë këtë, të nxjerrin pedagog nga klasa, nëse ti nuk ngre akuzë pikërisht për këtë të parë. Ku? E ke ndani 109 çështje. Dhe njëri nga hetuesit ka qenë edhe bravo buket. A ka pranuar ngarkesa politike diplomatike nuk duhet e di. Unë si qytetar dhe shqiptar, taksa pagos duhet di. Kjo zotëri është organizatë kriminale. Dhe ti nuk shkove, se ti ke një kryeminist që ka firmos aty, me i ka dhënë ajrit bonus. Kompanisë pa krijuar. Si e ka dhënë hiqit ti me firmë atë, dhe ti nuk shkon aty, nuk thirrësh? Kjo është organizatë kriminale, pra. Dhe si kjo? Nuk janë pak. Dhe pyetja finale, kjo lufta ndaj korrupsionit që e duam të gjithë, vdesim, kemi sevdat madhe. Ore sa lek na keni këtu mbrapsht ne? Se kanë hyrë hajdut të pasur brenda dhe kanë dalë hajdut të pasur jashtë. Është e vërtet. Jo, është e vërtet, nuk e në unë se rezultati që ta duhet paratë e këtyre zotri, mos i dëno hiq më, vajnë të sëmës jo. Lekët kokën kthejnë buxhet. Leri me brek shkurtër ata. Atëherë them unë ke bëri punë, jo, ke vjet lekët tyre duhet. Pa ai del hajduti pas dhe bën të njëjtën gjë. Dhe ti ke prapë përballë pas 5 vjet rehabilitohet, kthehet shoqërisë saj, kthehet prapë sistem. Ktu a kemi bërë gjë? Më pak se 5 vite rikthehet. Nard, të ndërhyva dhe mbajtë shnim thash. Jo, dakor. Do të ta shprehim në shumë pak fjali. Okej, që të kalojmë te çështja tjetër, nëse se e zauruam Al Capone mbahet si një nga vrasësit më të lig në historinë botërore të gango mafias. Okej? Nuk u dënua për vrasje ai. Se kapnin dot. Okej. Nuk u dënua për vrasje, u dënua për evazion fiskal. Po, 11 vite kam përshtypje. Okej. Identike njëjta histori është këtu. Vetëm ktheu 100 vite më pas. Se ai është dënuar në 1935, ti je këtu. Në rregull? Paka shumë 100 vite më pas. Ti Erion Veliajn ose Erion Veliajt, sepse po e marr Erion Veliajn si fenomen, nuk po e marr se kam një gjë personale me zotrinë fjalë. Ka shkuar në gjyq sot dhe po e anashkalon gjyqin me proceduralitet, kurse kur vjen puna për të administrative kërkon llogari. Aty bëhet si prokurori. Aty për brek grash, për sutjena të brendshme, edhe gjëra të cilat nuk i interesojnë fare publikut. Edhe kjo është amnisti. Mua më intereson o zotrinë nderuar, incineratori, 1 që tha Basiri. 2, Ndrageta, 3, 5D-ja, 4, Ekoparku, Tirana, 5, lejet e ndërtimit. I kemi përsëritur, i kemi thënë. 6, teatri. Tani ndaloj te teatri, sepse këto të tjera nuk ja bëj dot. Shiko, Nard, e mbylla, vetëm Okej. Ke hall se sporrim deri 12 natës sonde këtu. Rrim, për mua do të rrim. Duro. Rrim. Teatri ka një vendim të gjykatës kushtetuese. Kjo palo gjykat, që se duam neve. Që unë me 100 herë kam thënë që më të keqe nuk ishin ku ta gjenim. Po kjo palo gjykat kushtetuese ka dhënë një vendim për teatrin. U prishmo. Ishte kohë pandemie, njerëzit nuk dilnin dot për jashta. Por desh u vra njerëz brenda. Dhe u vra brenda, kurse ky zotria, kur vajte u bëri protestën Partia Demokratike për një 2 francezë që me gjini asnjanse aty tek Vila e Nderit, ngriti hoqi prodën më burr. Që kishte zgjuar nga meditimi artistik. E kupton, ishin 8 darks ata. Aty më vesh se kishin marrë miliona euro taksa publike ata projekte. Mëngjesi, duke ditur që ka protestues brenda, i vuri ruspën. Dhe këtu është Erion Velia dhe Edi Rama. Erion Velia se Edi Rama dha urdhën, Erioni hodhi firmën. Nga e dim ne lind pyetja për te kalimit të afateve të hetimit, qoftë për inceneratorin, qoftë për Ekopark Tiranën, jo do të zgjasë për audiencën. Ku e dimë që në një moment të caktuar këto gjërat nuk do prodhojnë atë që ti partikulon.
goditjen e këtyre individëve. Okej, dëgjojte, më gjej një sekond tani këtu. Ka dy gjëra. Se kjo ishte shumë, domethënë, shumë djallëzore. Pse? Po ja ta them sen. Unë nuk u ndalet te 4-5 të parat. Po të ndalet te teatri jo pa qëllim. Sepse aty ka një vendim gjykate kushtetuese. Pra sikur unë të bëhem budallep them fare nga trut e kokës, po them nuk ka vepër penale aty te ajo prishja. Aty ke dy gjëra. Ke një ligjifusha që është bërë në parlament në mënyrë nominative, dhe ke një vendim gjykatës kushtetuese për prishjen e atij. Pra, këtu nuk ke nevojë të kërkosh provë. Po dhe inceneratori njësoj është. Jo, po janë shumë shkolla. S'ke ato sot e kësaj dite dhe merr lekë. Po, ai merr lekë, po dakor, po të flas për këtë pjesë. Ato ka hyrë në buxhet. Pyetja ime është, çfarë po heton SPAK-u nga 2020 deri në 2026 për teatrin? Sa aty po lind teatri tjetër. Çfarë po heton ti zotëri nderuar? Çfarë po shpik ti aty? Po të ma gjejnë këta, mua unë s'duhet bëdhë dhe kjo është fataliste për mendimin tim. Sepse ti kur vonon në mënyrë të qëllimshme, se kjo është e qëllimshme, proceduralitetin, kur ti vonon në mënyrë të qëllimshme dërgimin e çështjes në gjykat, 1 e çbën çështje, hetimi, 2 parashkruar dhe për penale, cila do qoftë ajo. Të shpresojmë që amerikanët i kanë tërhequr veshin dhe mënyra se si... po t'ja kishin tërheq veshin amerikanët dhe t'ja kishin thënë Altin Dumanit mor burr tani mos u bëjmë kaq kështu kot, se teatri nuk ndodhi djemër. Ka ndodhur 2020-ën, Altin Dumani u bën 2022, pse nuk shkoi Altin Dumani u mor me Ilir Metën, me Sali Berishën? Kemi edhe 2 vite e gjysmë në përfundim të mandatit të tyre prokurorëve, 2 vite e gjysmë nga përfundimi i mandatit të Shqipërisë. Puna përfundimi ja em Terezia burrani. Është duke përfunduar mandati shqiptarëve, ky është problemi më i madh se i prokurorëve. A do kemi ne mandat për të jetuar më këtu është pyetja? Ne shqiptarët kemi mandat për të jetuar në këtu, se nëse mbi jetën tonë të përditshme vendosin banditët, horrat, vrasjet, kriminalet dhe vendezet huaj, ne nuk kemi më mandat për të jetuar në Shqipëri. Dhe mua nuk më të sama si që mandatit SPAK-ut, nëse mua s'më kryen mundësinë për të jetuar këtu, kur unë në ardhje dhe ne bashkë bëmi mbështetës tyre. Unë nuk them jam kundër tyre të ma bëjnë punën ata. Pa ta bëjnë gjithë bashkërisht secili pjesën tonë. Po pasi ata po mendojnë se si mandatet e tyre si ti realizojnë, dhe ta thash para 1-2 javësh këtu kanë bërë kërkesë zyrtare në gjykatën e apelit, si ata që duhet bëjnë gjyqtarët e apelit, si ata që duhet bëjnë prokurorët e apelit. Mos emëroni njerëz të tjerë në gjykatën e prokurorisë, na bëni marrni vetë dhe ishte kërkesë zyrtare e Sokolçomës dhe Ina Ramës. Për këtë të njëjtë gjë. E kupton ti domethënë se sa e zezë është kjo në 2 kërkesa, 2022-2026. Po çfarë thua ti vazhdon? I drejtohemi në moment qytetarëve pikërisht për këtë çështje dhe në momentin kur vjen fjala tek SPAK, flitet për një besueshmëri le të themi të qytetarëve. Jo, problem, gjykata duhet këmbgulmë te gjykata më shumë se prokuroria. Ajo është vendimarrëse. Por hetimet ne sigurisht i bazojmë tek SPAK dhe kur flasim për SPAK, sigurisht besueshmëria e qytetarëve shqiptar është në nivele të larta për shkak të disa goditjeve të cilat janë bërë në nivelet e grupeve të strukturuara kriminale të cilat operonin në vendin tonë, të lidhur me aktorë të ndryshëm politik, ndoshta lokal, por deri në nivele të larta ende nuk i kemi parë, nuk e dim ç'përmban ska ICC, po ashtu dhe goditjen e një sër zyrtarëve të lartë dhe sigurisht vizita të tilla të krerëve të SPAK në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët qëndrojnë për rreth 1 javë atje dhe nuk e dim ndoshta kur do kthehen, të paktën rrit shpresojnë. Por shpresojmë që të mos të kërkojnë azil, nuk besojmë mbështetjen e kanë, shpresojmë që kanë mbështetjen, por ajo çfarë duhet kuptojmë me këto analiza të cilët bëjmë në skenë krimi është një kritik pozitiviste ndaj të gjithë prokurorëve të prokurorisë speciale dhe byros kombëtare të hetimit që të lëvizin duart për çështje të rëndësishme, siç i përmendëm, inceneratorët, teatri e të tjera me radhë. Nëse ka vepër penale, le ta gjejnë, nëse nuk ka vepër penale, të mbyllet kjo histori dhe ne të rrimë të qetë që nuk ka pasur vjedhje, e të tjera nuk ka pasur korrupsion, e të tjera me radhë. Por përgjigje për këto histori do duhet të ketë. Mirë, për të kuptuar më shumë se çfarë do të ndodhë, le të themi me kërkesën që ka pranuar gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për thirrur Edi Ramën si dëshmitar në çështjen Partizani, unë po ju pyes juve, Çollaku tani, ka ndonjë domethënie kjo, e prisni një përballje të tillë? Sigurisht që po, sepse ky nuk është një fakt i panjohur. Ajo çfarë ne po diskutojmë këtu pikërisht për këto vakumet e veprimeve të strukturës posaçme, këto boshllëqe të lëra, unë nuk besoj nga mungesa e dijes, as nga naiviteti, as pakujdesia procedurale. Frika? Është përgjigja është brenda mungesës veprimit.
Të nderuarit hetues prokuror Ogjend BG-s, gjithë që kaluar ndosën Partizani në përduar, ne kemi lezuar një pjesë konsiderueshme për shkak të punës, dhe aty edhe ne identifikojmë ca komedira të vogla që kanë rashkitur në përfaqe, por vetat e zotërit aty kur shkruajnë në dokument thonë, kjo ndryshimi i destinacionit të klubit aty, kjo është fillesa e pretendimeve të mëvonshme, është bërë nga kryetari i Këshillit të Rregullimit Territor të Bashkisë Tiranës. Pra ata nuk e di se sa shumë janë lodhur Këshilli Kombëtar i Rregullimit Territor të Bashkisë Tiranës. Nuk është i Bashkisë Tiranës, se paska Aso kohë ashtu ishte. Aso kohë ashtu ishte. Kështu ka qenë atë kohë. Pastaj kalon ky vendim në KRTSH-n e Shqipërisë dhe konfirmohet ose refuzohet nga Këshilli. Tani, Këshilli i Rregullimit Territor të Bashkisë Tiranës. Prokurorët Bashkinë e Tiranës nuk e kanë pasur në Hong Kong, as Singapur, as Tajland, as në Kinë, edhe aty po të kishin pas në letër porosi kishin gjetur kush është kryetari i Këshillit. Kryetari i Këshillit, kryetari i Bashkisë. Po si nuk e dinte kush është kryetari? 250.000 punojës janë aty që ta gjejmë të fshehur, kryetari i Bashkisë është. Dhe nuk e shkruajnë dot emrin. Nuk e kanë shkruar fare. Nuk e shkruajnë, është kryetari i Këshillit të Rregullimit të Territorit. Po vazhdo më tej. Po mirë, nuk i gjetën emrin këtij, po kantarët i morën në për ty. Tani se ka dhe sekretari teknik, ka dhe atar, ka dhe firmtar. Tani, po këta njerëz të tjerë që kanë gatu këtë vendim, kryetari i ka hedhur firmën, u bë i vlefshëm. Pse nuk e pyet ti? Pse nuk e thret ti këtë? Dhe ky veprim, ky dosje nuk mund të kaloj, se prokurori i kaloi. Edi Ramës në atë kohë vendim kolegjial ishte, vendim kështu në masë, që ishte i Këshillit të... Po këshilli, po. Pastaj Rama e siglon se kryetari që siglon. Kryetar, po patjetër. Tani vjen tek këshilli, tek kolegjialiteti i famshëm. Po këta ministrat që ishin në këshillin e ministrëve Berishën që firmosen, pse si ke pyet? Se këta kanë dakord për këtë punë. Po. Merrin gjithë ata. Kolegjial ande. Kolegjial tek, merrin gjithë kolegjialit, por nga del salla do thoshte. Vendimet kolegjiale janë vendime në masë, kur janë strukturat që kanë disa vota. Do ta bëjmë procesin në stadium se s'na del salla. Se do marrish qeverin, bashkinë, këshillet. Është mega proces interesant. E imagjinon dot? Proces interesant. Dhe tani këtu zotëri gjykata, kjo është kërkesë e mbretëve ligjor të zotit Berisha, zotit Maltezi, pra e avokatit. Është pranuar nga gjykata. Po është pranuar se nuk mund ta rrezosh proceduralisht, por ja ku kemi avokatin. Si mund t'i thosh gjë kësaj gjëje ti? Nuk sta marr dot. Si thosh, o më dozë nuk më thuj po. Dy gjëra kë. Tani zotëria do të shkojë ti. Pyetja është, po do shkojë ky atje? Po kjo për këtë kam pyetje pra, shkon për nëse nuk shkon, si është Muhameti dhe Mali, vjen Mali dhe Muhameti dhe zotëri, vinë të marrin ata. Tani, Rama ka hyrë në ato binar, që nuk ka nga shkon pa mrike godina ke treni, si që ka qefti thote. Do marri trenin për shku të godinat e treni. Pastaj aty do kemi përballje, pyetje përgjigje interesante, besoj se është pjesë e procesit. Në tani, për që ndoshta dhe pak serioz me këtë histori, sepse kjo është një histori e cila e la Berishën. Komedi kanë shkruar ata, ne po e lexojmë. Po, ata mund të kenë shkruar një komedi, aty unë nuk e vëm dyshim se pavarësisht se unë përpiqem të ruaj një balancë. Ndoshta do presim sa të bëhet teatër që ta luajmë të teatr. Unë përpiqem gjithnjë që të ruaj një balancë komunikimi këtu në sken krimi, sigurisht të jap gjithnjë le të themi përparësi. Sken krimi s'ka balancë, dhe i ke vënë emrin sken krimi. Ka vendos, por ka një prezumim pafajësie pavarësisht se është sken krimi derisa të gjendet kush është fajtori. Kjo prodhoi në realitet e la Berishën një vit rreth shtëpie, që është e vërteta. Dhe ishte një goditje politike, po themi, për diçka tjetër? Po. Duhet të rremi të korrekt aty pastaj vazhdo me pjesën tjetër. Okej, po mirë, po kjo dosje ishte që e bëri. Sigurisht dosja ishte, por ishte diçka tjetër. Sepse që refuzoi të shkonte. Mirë, pra është anë procedurale, por kjo dosje që zana filla për proceduralitet, për gjë tjetër pyet nga ana gazetareske është ta çan nga Basiri këtë pjesë. Çfarë do ndodh? Atëherë shqiptarët, kur të vijë ajo ditë, që do jetë e largët. E largët? Po. Do ta refuzoj, unë kam këtë bindje. Okej. E para një do jetë e largët për shkak se nga ana procedurale ky gjykim është i zakonshëm, që do të thotë domethënë që merr kohën e vet në seanca gjyqësore. E dyta fillohet me dëshmitarët e prokurorisë një herë, dhe prokuroria ka dëshmitarët e vet. I pari fare që pyetet është Tauland Balla, sepse Tauland është kallëzuesi i asaj. Edhe Taulandi mund të ketë gjëra të bukura aty. Se shku Jakomoni ai. Sepse ju i qun nga Tirana, Jakomoni është që ka tokët. Sepse vërtet është si të thuash kallëzuesi dhe personi i thirrë nga prokuroria, po do marrë pyetje edhe nga gjykata dhe nga mbrojtja e zotit Berisha. Pra nuk do jetë aty thjesht për të lexuar letra. Për të lexuar letra. Pra do bëj edhe ai pyetje dhe mund të ketë të show, le të themi. Pastaj do mbaroj gjithë lista e atyre dëshmitarë që ka thirrë prokuroria, të cilët janë shumë,
gjithë ata që kanë qenë te klubi Partizani në përministri të këta gjë. Përfituesit të ndërtuesit, ndërtuesit dhe pastaj brapa do vazhdohet me le të themi me mbrojtjen, me dëshmitar që ka thirrë mbrojtja. Dhe duke pasur parasysh se si ecën gjykata në Shqipëri, vonesat në thetazhe atë tipi. Kur e pret këtë? 2027, vitin tjetër në këtë kohë. Mas një viti, po themi. Kismet. Po ndodhi. Sigurisht, unë nuk pres që Rama ditën e parë që ata ta thresin të shkoj aty. Pse? Pse mos shkoj është? Po sepse arroganca tipike e këtij kryeministri dhe për mënyrën se si ai shikon le të themi të gjithë poshtë vetes, ai nuk do t'i bindet një urdhri, cili do qoftë ky edhe te një institucion siç është gjykata, GKK-ja në rastin konkret, që në herën e parë. Pa ka pasur ligjore. Pasojë do thresin një, do thresin dy, do thresin tre herë dhe pastaj do t'i thonë që si e ke agjendën ti zoti kryeminist, e kam këtu. Ditën e dielën ke pushim ti po, ditën e dielën do bëjmë gjyq, do vish në gjyq. Se nuk shkon të marrin me forcë kam përshtypjen, no? Se me forcë nuk ka polici shkon e merr atë se do shkarkojnë nga puna hallexhin pas e mrapa, po shkojnë ta çojnë te BKH-s me patllagë. Po mund shkojnë ata me patllagë. Ata shkojnë, ata nuk pyesin. Ata nuk thjesht i sigurt. Kështu që pastaj do jetë një show i madh. Pse do jetë ky show i madh? Ka dy gjëra aty. Që do merret në anë me seriozitetin e duhur, zoti Rama teorikisht nga dëshmitar mund të kthehet në një të akuzuar të nga ana e drejtësisë. Tani, pa ka hapësirë ligjore. Kur ke parë dosjen, kur ke lexuar dosjen avokat Leonard Karaj, ke parë tendenca që mund të ketë mundësi për të ngritur akuzë kryeministrit? Unë shikoj tani, ta kam thënë 100 herë. Unë sulmin e kam pa lek. Mbrojtjen po, se jam avokat. Kështu që prokurorin e zotit Rama unë e bëj pa lek dhe me dëshirë. Po duhesh të bëj zotit Berisha, se nuk ja përtoj kërkujt. Pra ai sa unë kam mundësi të flas. Janë të dy fajtor po thua. Jo, nuk e kisha në raportin e fajtorit, në të gjës. Kështu që në rastin konkret si prokuror, me aq sa kam lexuar unë dosjen, dy pyetje janë aty. Ke ndryshuar destinacionin, sepse ka ndryshuar ky vendim i Këshillit i drejtuar nga zoti Rama, se për ndryshe nuk bëheshe. Do duhet që Berisha Sokohet të ndryshonte totalisht dhe një ligjin. Të kishte një vendosje, nuk bëheshe. Se Rama është i pafashëm në ndryshim, pavajësia ngjitet lart. Po, dy. E dyta, ke dhënë një leje ndërtimi. E kam pyetje pra këtë. Po pra, ke dhënë një leje ndërtimi. Më fal që lexuam. Cila është arsyeja që ky leje ndërtimi nuk u zbart për shumë kohë, aq sa u desh një vendim gjykate për të cilën u vu një u penalizuar dhe bashkia. Të shpërblim për 400.000 euro. Sepse 400.000 nuk i pagoi Rama më burr, me atë rrogën 3 milion lekë që kishte. Ka shkaktuar dëm financiar. Po, i paguam ti dhe unë ato. Taksat e shqiptarëve të banorëve të Tiranës ka qenë. Nuk e klasifikuar vendim pa drejtë vendim bashkisë. Pra, këto të dyja mua më mjaftojnë që të i bëj prokurorin zotit Rama. Kaq më mjafton. Pastaj se çfarë vepre penale mund të dalë është tjetër histori. Avokatin e merr me vete. E treta, ajo që unë e shikoj si një tragjikomedi këtu, po më shumë komedi, është fakti domethënë që deri kur të mbaroj kjo histori, pra kur të marrë një vendim formës për, çfarë do lloj gjëje që të konsumohet në këtë gjyq, po do ketë nga ana penale pasojë zero. Sepse vepra penale për të cilat parashikohen në këtë gjykim, në këtë proces gjyqësor, sot një pjesë janë parashkruar. Në vitet në vijim, 2-3 vite, parashkruhen të gjitha. Pra ka më shumë ngarkesa politike se sa juridike dhe penale. Pra nuk ka lidhje fare, do t'ua themi shqiptarët. Çfarë thotë do ta mbyllim fare, do prodhojnë. Do prodhojnë vetëm efekt mediatik. Prodhojnë ndëshkim. Jo efekt penal. Pra penal. Në kuptimin askush i arrestuar, askush i gjobitur. Kjo është historia. Po tani shpërdorimi i detyrës aty është ka marrë fund. Ka marrë korrupsionin. Korrupsioni. Edhe ajo po. Se ka dhe gjë, çfarë ka shkëmbyer palat në korrupsion si veprës? Kemi Leonardin që e di më mirë. Pra, ky i akuzuar për korrupsion, sepse çfarë i ka dhënë Rivierit që e korruptoi. Se këtu mungon edhe prova e pretenduar dhe fabula dhe të bie fabula me cilën ka ngritur akuzën penale. Nuk e di këta kanë shëm teatrin dhe luajnë teatr atje. Jo, unë do të them kështu pasi më ngjem me kujdes. Unë e kam inat teorikisht po them, e jam marrë për Maltezin. Po. S'kam asnjë lloj arsye, po e bëj. Fabula, ose kam zili. Pse ky u bë i pasur? Edhe unë nuk u bëra, kam zili. Pyetja që unë ngre është, nëse nuk do të jetërsoheshe pronat e Partizani, ku unë jam rrit. Edhe kujtoj shumë mirë, domethënë se aty kam kalu fëmijërinë. A do ndërtonte dot Xhimi Begia, Maltezi, Bektashi, kush janë aty? Do ndërtonin dot? Unë them se jo. Jo.
Kaq është thjesht. Tani vendimi i Berishës, a kolegjal, a imponuar, nuk do kishte pik vlerë në rast se zoti Rama një vit më vonë, në 2007, nuk do bënte këtë lloj tjetërsimit pronës. Sepse ta kam shpjeguar më përpara. Ligji 2006 thoshte, ish pronarët, se dhe lejet Rama i ka dhënë prapë, do bëhen pronar, po pa ndruar destinacionin. Pra këta thjesht do hiqnin nga drejtimi Alberxhani si president i klubit Partizani dhe do bëheshin këta president, po klubi do ekzistonte, do rinte aty. Teorikisht, ti do thuash tani, po pse këta do marrin klubin, do marrin sportistën. Po shkëndimi ka jo. Jo, e kuptoj këtë histori. Po problemi është që për të arritur te kjo, duhej me patjetër firma e Edi Ramës. Tani Basiri apo dikush tjetër mund të thotë, po këta kanë 30 vjet bash, çfarë problemi kanë? Ore, kjo është mund të jetë kështu. Këtë ta thoja unë tani, i kisha gati. Këtë mund të jetë totalisht kështu, por është një fakt konkret dhe këtë e mbyll këtu. E mbyllim që të kalojmë te çështja tjetër. Nga 1998, kur Edi Rama është futur për herë të parë në politik, dhe po e marr sikur dhe Sali Berisha është futur për herë të parë në politik në 1998 për t'i barazuar. 28 vite. Zoti Rama ka 26 vite pushtet. Nga 1998. 2 vjet 28. 2 vite kryebashkiak, 11 vite 2 vite ministri kulturës, 11 vite kryebashkiak, u bën 13. Edhe 13 vite ka tani kryeministri, u bën 26, po themi. 26, okay? Berisha ka gjithsej 8 vite kryeministër dhe 20 vite si opozitar. Ky zotria ka 26 vite në pushtet dhe 2 vite si opozitar. Kujt dhe kush ka bërë për shumë dëm nga 1998 deri në 2026. Ky që ka 20 vite në opozit dhe 8 vite kryeministër. Nuk lexohet kështu kjo. Po si lexohet kjo? Kur vjet në këndar, kjo punë nuk vjet kështu, se mund të ketë pas dikush shumë të ndershëm që për 30 vjet i ka bërë dashuri dhe vjen për një vit të shkatrosin. Jo, e mbyll basim pa. Jam me Andin, pse? Po mima, ta mbyllun. Jo, vazhdo, po do ja përgjigjem pse. Vetëm ka gjëtëm. Unë këtë llogarit i bëjnë tjerët. Unë bëra një llogari matematike. Unë thash, ky zotëria ka 26 vite në pushtet, nga të cilat dhe 26 pushtet dhe 2 vite si opozitar. Ky tjetri ka vetëm 8 vite në pushtet dhe 20 vite si opozitar. Gjithkush pastaj bën llogarit vet. E qartë. Pse jam me ju Andin në këtë gjë, se rezultatet i masin veprat e udhëheqësve dhe qeverive. Tani, Berisha bërë rrugën e kombit. Kjo është vepër shumë e rëndë. Si mund të lidhesh ti kombin me rrugë? Ja. Berisha goditi 40 banda kur ishte ministri i Sokollodashit. Mund ta bësh të keqe popullit, të heqësh qafe banditët. Kjo është vepër shumë e rëndë. Rama karmbizoi Shqipërinë. Kjo është lumturi e madhe, gjithë ashas, gjithë me lekë në përdorur. Droga ishte, po hajde marrim me lekë dhe ke droga. I bërin nënën e bëri se 2 milionë euro 1 kilometër rrugë. Po bëhen rrugët me pak lekë si në Evropë. Rruga do lekë shumë se do të vjedhim. E bërim se 2 milionë kilometër. E bërim po Berisha nuk na renditi dot në 6-7 vendet e para trafikut drogës. E arriti Rama, na mori medalje ari, vend parë, vend dytë për trafik kokaine. Ku kemi si ne? Kush na ka dëgjuar zërin ne? Ne kemi dëgjuar fshat në Ballkan diku. Vota flet ndryshe çollaku. Nuk flet ndryshe. Duke folur me njerëz që kanë provu votën terren. Flet ndryshe vota. Jo, vota flet ndryshe në vot. Vota? Kur është bërë vota? Kush ka votuar? Qytetar kanë votuar? Formula e pagëzimit është në 8 nëntor 1462 në Macukut Matit, premërtatit birit shpirtit shenjtë. Amen. Si po pas kanë votuar njerëzit? Po do kanë shkuar thas me kuintala me drogë horë. Me dëdrove të flas tani. Se ke këtë vesti, do t'i nxjerrish nga puseta letrat. Në vitin 2020, Prokuroria e nderuar e posaçme ka më një dosje që ka marrë nga partnerët tanë evropian dhe amerikan për të përmend një bandë, po t'i marrë më radhë, Elbasanin. Tani, qohet kreu bandës, që sot është i lirë. Ndrohen policët, nuk ndrohet personin kërkim. Por sul qelën flet. Elbasanit ashte, po kush nuk e di. Kush ka hyrë në shkollë, lexon abetaren e di këtë punë. Ergysa Gasi atje, Çela, Bajri. Ky zotëria duke folur me gjyqtaren e panderuar sepse është dënuar kjo për pjesëmarrje. Patime fetau. Po. I thot vajzës të tregoj jamës, këta kishin folur me Taulandin. Kishin folur me Taulandin dhe i kishin kërkuar atij një listë emrash për tu arrestuar dhe në këmbim, clearing, si pallatet, ne ju sigurojmë 9 mandate për Partinë Socialiste në Elbasan. Ne thot jemi kamikazët tuaj. Pjesëdosje kjo, ha? Është shkrepje. Mi shkruaj qartë, i thot ai, i kishte thënë Taulandi pas rrëfimit të Çelës, t'ia çoj Ramës
E di kush është Rama ti? Kryeministri. Për Ramën e kemi andi, ha? T'ja qojmë Ramës, thotë. Rama ka shumë biemra këtu. Dhe Edi Ramës, më Ramës, Tavlandi le qojmë Ramës. Rama, Basha, Berisha janë biemra popullor shumë. Po, ndalimi te kjo meseleja tani. Ky thotë t'ja qojmë Ramës, Rada Kortaj, u ba, thotë. U kthy porosia mbrapsht, në rregull. Ne arrestojmë njerëz që doni ju na jepni 9 mandate, po marrni fjalën. Pra krimi organizuar, që ata kishin prokurorin të kapur, gjykatën po, antidrogën po, spitalin po, se janë aty ndosë tani, ha? Gjyqtarët po. Këta që kishin pushtuar qytetin grupi kriminal, i garantojnë partisë 9 mandate. A quhen këta zgjedhje? S'kam pyetje tjera thonë në seancë mësore. Ose Odir ka bërë disa raporte shumë të mira, të cilat janë copy-paste, është kjo shprehje që kopjojnë çfarë është shkruar vitën përpara, e ripublikojnë, sigurisht vendosin në duke të gjithë këto elemente. E mban mend dy fjalitë e ndritura të Sobe Odirit për zgjedhjet? Se dhe këta më në fund u bindën, dy rreshta. Parti Shtet 1 dhe krimi organizuar ndikojnë zgjedhjet. E po le t'i japin një zë më të madh.